Ferë nuk hesh më, lufton për padrejtësitë që po i bëhen ninës vajzës së saj, e thot trot shpendimin e tij. Raperi Ferë ka shpërndar një deklaratë në Instagramin e tij ku ka bërë publike situatën e vështirë që po e kalon si prind. Ai theksoi që prej tetorit të vitit të kaluar nuk ka pasur asnjë kontakt me vajzën e tij ninën dhe se përpjekjet për ta takuar kanë qenë të vazhdueshme përmes qendrës për punë sociale në Gjilan dhe përfaqësuesve ligjor të palës tjetër. Ferë theksoi se ka nënshkruar një marrëveshje të propozuar nga avokatja Bler Elona Osmani, motra e presidentes së Kosovës, me besimin që do të mundsohej kontakti me vajzën, për pas firmosjes premtimi nuk është mbajtur. Ai shprehu zhgënjim si gjykata përkatëse se nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret deri më tani për ta adresuar çështjen, teksa artisti paralajmëroi një rikthim të fuqishëm edhe në muzikë, duke shkruar mashtrim profesional nga motra e presidentes, në cilësinë e prindit të vajzës time të mitur Nina Shabani. Kam qenë në kërkim të vazhdueshëm të kontaktit me vajzën përmes qendrës për punë sociale në Gjilan, si edhe përfaqësuesve ligjor të palës tjetër. Avokatja Blerena Osmani, motra e presidentes së Kosovës, më ka premtuar në mënyrë të drejtë se nëse nënshkruaje një marrëveshje, do të mundsoj kontakti me vajzën dhe takimi me vajzën time të mitur, për të cilën momentalisht nuk kam asnjë informat të saktë lidhur me vendodhjen e saj, duke qenë se në një gjendje të rënduar emocionale pasi nuk e kam takuar vajzën time që nga muaji tetor i vitit të kaluar. Kam vepruar në besim të plot ndaj çdo fjalë të thënë nga përfaqësuesja ligjore e palës tjetër. Kam nënshkruar marrëveshje pas një kusht tjetër, me shpresën dhe bindjen që do të mundsoj kontakti me vajzën time. Pasi kam nënshkruar marrëveshjen dhe kam përmbushur çdo kërkesë të palës tjetër, jam drejtuar avokatës për realizimin e premtimit, takimin me vajzën. Në përgjigje, ajo shprehur se klientja e saj nuk po i lajmërohet dhe se nuk e di se çfarë të bëjë me tej, duke u tërhequr nga çdo lloj përgjegjësie për zotimin edhe ndaj meje. Ndërkohë gjykata themelore e Gjilanit është në një gjumë të thellë që nga tetori i vitit të kaluar e nuk ka marrë ende masat e duhura as për të përcaktuar se ku ndodhet vajza ime e as për të mundësuar realizimin e kontaktit mes meje dhe saj, ka thënë ai.